Ja bëri sefte, Agron Gora nga Tirana, normalisht një sefte e mirë. Besoj që edhe ne financiarisht, bashkë me Agron, do të kaloj mirë gjatë gjithë këtij edicioni, së bashku me ju të rishikues nderuar. Vazhdojmë me kandidatin e dytë. Pyetjeni lutem. Rënditni këto rajone të botës duke filluar nga perëndimi. Azia e vogël, lindja e largët, gadishulli iberik dhe gadishulli ballkanik. Rënditja sakt nga perëndimi, gadishulli iberik, gadishulli ballkanik, Azia e vogël dhe lindja e largët dhe gishti më i shpejt. Emiliana Fili Tiran. Bravo Emiliana. Bravo. Bravo. Bravo Emiliana. Rezultat po fillojnë. Kandidati i dytë, emisionit të parë të edicionit të dytë. Garuesja dytë sonte është Emiliana Fili, po ashtu nga Tirana. O ju tironësat që në bëni në milioner, është historiane dhe jep mësimin në një shkollë private. Emisionet me kuice janë të parapëlqyera të saj, ndërsa krijimtaria dhe interesat politike është hobi i saj. Edhe udhëtimet zënë një vend të rëndësishëm në një prej aktivitete dhe nga interesimet e famshme të Emiliana Filit. Historiane. Po, kam mbaruar për histori, dhe ga ime është histori. Jep mësim në shkollë? Në një shkollë jo publike. Jo publike? Po, qytetin e Tiranës. E mesme? E mesme dhe 9 vjeçare. Shumë bukur. Jeni në shoqërinë e kujt, unë të ju? Jam në shoqërinë e vllajti, Ledionit. Ledionit? Po. Jeni zonjush, apo? Po. Sa bukur. Sa bukur ju femrat. Mund të jeni zonjush dhe pastaj jeni zonja. Dhe gjuhëtarët nuk kanë menduar fare për neve mashkujt. Vazhdimisht jemi zotëri, dhe s'di kush a jemi të martuar apo jo. Duhet ta kem parasysh. Gjithmonë mbetemi zotëri. Mirë. Emiliana, rregullat e lojës janë këto, gjithsejt janë 15 pyetje, pragu i parë 250 euro, pragu i dytë 1750 euro dhe pragu i tretë apo premia prej 50.000 euro, për ndryshe janë 6 milionë gjysmë lekë. Varësisht nga bursa. Trendima, telefonon mikun, pyet publikun dhe 50-50 janë tuajat. Më falni, harrova të përshëndes Ledion. Përshëndetje Ledio. Vazhdojmë. Pyetja e parë. Për një njeri të suksesshëm, themi se e ka të pasur premierën, barrierën, karrierën, atmosferën. Atmosferën njonje. As barrierën, se përderisa është i suksesshëm, s'ka se s'ta ketë. Përgjigjja përfundimtare është 9C, karrierën. Keni filluar me një karrierë shumë të mirë. Faleminderit. Pyetja dytë. Kush paguhet për artikuj? Minatori, marangozi, muratori, gazetari. Kam pasur raste të punoj edhe gazetare, kështu që jam e sigurt që mendoj të paktën që përgjigjja përfundimtare është 9D, gazetari. Ore, që në këto artikuj mund t'jenë artikuj ushqimor. Është fjala për gazetarët, sigurisht. Saktë. Pyetja e tretë. Cila nga këto sigla nuk është një sëmundje? TBC, AIDS, SARS, CNN. Akronime, eh? Po. SARS, AIDS janë sëmundje,
CNN është një agjenci lajme, shumë e njohur, kështu që nuk është sëmundje, përgjigje përfundimtare për mua është në D. CNN. Sakt. Vazhdojmë. Kërkesa që i bëhet qeverisë ose një ministri nga ana e deputetëve të parlamentit për të dhënë shpjegime për çështjet e caktuara njihet si rezonancë, flagrancë, interpelancë, romancë. Përgjithsisht në parlament ose kërkesa që bën qeverisë asnjëherë nuk kanë nuancën e një romance. Mendoj se përgjigje edhe mund të kenë, ndoshta. Përgjigjja ime përfundimtare është në C, interpelancë. Të thënë të drejtën nga këto përvoja jonë që kemi, do thot nga jeta, të gjitha këto mund të jenë, por e saktë në këtë rast është interpelanca. Flagranca duhet jetë. E saktë. Vazhdojmë. Pyetja e 5 për pragun e parë. Cili qytet shqiptar përveç Korçës është i njohur për karnavalet e tij? Lezhë, Shkodra, Berati, Gjirokastra. Përveç qytetit të Korçës është një qytet i bukur me traditë, dhe unë këtë e them me bindje të madhe. Mendoj se është e njohur për karnavalet përkundërzi edhe për muzikën e serenatave, Shkodra. Përmendet serenatat? Shkodra ka serenata? Po. Këndojnë Shkodranë serenata? Lulet e një majt, për shembull. Lulet e majt. Lulet e majt është këngë e bukur shkodrane, edhe lule bor. Shkodra ka shumë dashuri, unë të duar të më. Kështu që unë mendoj. E fundit Shkodra, sakt, bravo, 250 euro. Emiriana Fili, 250 euro, historike. Faleminderit. Janë historike sepse sigurisht kjo do të jetë një kujtim mjaft i mirë për ju. Po. Sigurisht e dini një rregull që nuk e pëlqen askush nga kandidatët. Ata që ulen njerë në karrierën e nxehtë nuk kanë të drejtë të marrin më pjesë asnjëherë. Për atë mund ta quash një shans historik. Për mua po, është një shans i vetëm dhe historik. Edhe për mua është ashtu, sepse vetëm një herë mund ta ul një kandidat. Okej, zotri Ledion, jeni zotri apo zotrush? Zotrush. Zotrush. Por do të jetë një fjalë e re, ta përdorim kështu sepse të kemi të qartë për djelmoshat që nuk janë të martuar. Zotrush, sikur zonjush dhe zotri për ata të martuarit. Ju çfarë jeni me profesion? Unë vazhdoj studimet për mjekësi. Mjekësi. Shumë bukur. Më vjen mirë, doktor. Faleminderit. Vazhdojmë. Emiriana, keni gjë për të thënë në këto çaste historike për jetën tuaj? Një jetë e bukur, e kënaqshme. Vazhdojmë. Pyetja e 6, kandidatja Emiriana Fili nga Tirana. Harqet e arta. Njihet ndryshe zinxhiri i restoranteve më të njohur në botë të ushqimit të shpejtë. Pizza Hut, Burger King, KFC, McDonald's. Burger King Mos u edhe mbutni. McDonald's i kam dëgjuar, sidomos McDonald's për ushqimet e shpejta që njihen në gjithë botën. Gjithsesi nuk jam shumë e sigurt. Unë do doja të shfrytëzoja ndihmën 50-50. Me 50. Po. Atëre mendoj se
Përgjigja ime përfundimtare është në D, McDonald's. Po të kisha mundësi, tani do t'ju qerasja me një Big Mac. Sakt, bravo. Big Mac, konsumoni shpesh të ushqimet e shpejta? Mundojmë të mos e konsumojmë. Mundojmë, të gjithë mundojmë të mos konsumojmë. Të Pastaj gjithë e dinë që nuk janë të shëndosha, po nga janë. vullneti. Po. Harqet e arta kishte marrë këtë emër për shkak të dy harqeve, nga shonja M. McDonald's. Vazhdojmë. Pyetja e 7. Balshoj është teatër i njohur në Moskë, është teatër i kukullave, i baletit, i dramës, i komedisë. E kam hasur këtë emër në Moskë. E ke hasur në Moskë? Keni vizituar Moskën? Jo, nuk e kam vizituar, po kam dëgjuar për këtë teatër në qytetin e Moskës. Por nuk jam e sigurt, më duket sikur është i njohur për baletin. Balshoj. Faktikisht Rusia është e njohur për baletet. Balshoj. Ndoshta do më duhet të përdor ndihmën e mikut, Ndihmën e mikut, me që se më jepet rasti. në pyetjen e 7, rasti ju jepet. Sigurisht. Mos është herët. Keni dëgjuar për premierat e teatrit Balshoj. Nëse ke jetuar në periudhën kur Shqipëria, ose ke njohuri të caktuara për periudhën kur Shqipëria kishte miqësinë me Rusinë? Po, shumë shqiptar kanë studiuar në atë periudhë. Sigurisht. Edhe madje kanë shkuar edhe për atë periudhë, kështu që Kanë shkuar, janë martuar. disa kanë ngelur ande, disa janë ndarë me familjet e tyre, fati shqiptarëve në këtë periudhë. Por gjithsesi, unë mendoj se mund të jetë edhe përgjigjja C, i dramës, sepse shumë autorë të njohur rus kanë shkruar drama. Drama... Po mirë, drama mund të vetë në skenë, edhe e kombinuar, apo jo? Po. Me arte tjera. Atëre unë po rrezikoj. Mos të rrezikoni kur i keni dy ndihmë. Përgjigja përfundimtare për mua është D, i komedisë. Publicitet. Nderuar të shikues, u kthyem në quizin tuaj milioner. Në karikën e nxehtë është Emiriana Fili nga Tirana dhe në pyetjen e 7, Balshoj është teatr i njohur në Moskë si teatr i kukullave, i baletës apo i komedisë? Emiriana Fili ka dhënë përgjigjen e përfundimtare në D, i komedisë. Teatrin që ne po kërkonim, teatr me famë botërore, i themeluar në vitin 1776 nga princi Peter Urusov dhe anglezi Michael Maddox. Nuk është i dramës, as i kukullave, për as i komedisë. Është... Për mua ishte kënaqësi që kam luajtur, sepse ky është një shans që vërtet nuk t'i jepet i dytë. S'mund ta provoj më karigën e nxehtë. Ishte kënaqësi edhe për ne. Edhe për mua. Me dëshirë do të kalonim në pjesët tjera të pyetjeve, sepse edhe ju do të na rrëfeni diçka interesante nga ato që keni lexuar. Me dëshirë do të vazhdonim, por rregullat nuk na lejojnë.
E kuptoj, nuk ka. Faleminderit shumë Emiriana. Ishte kënaqësi.